janë një shkallë kategori më e lartë se sa motivimi që e qojnë si pjesë e cila mund t'jetë pjesë shtesë e shfrytëzimit të kapacitetit që kanë lojtarët, dhe pjesa e motivimit që mund bëhet edhe me mjete financiare, po mundet me qenë edhe lindun. Kjo e lindun, motivi i lindun është më i fuqishëm, kjo është kur shkruhet historia, lavdia, edhe unë mendoj se Kosova e ka këte. Nuk ka premi, nuk ka shpërblim financiar, material, me para që po përmendet, nuk ka shpërblim më të madh se kualifikimi. Kjo është motivi, mendoj, dominus tek futbollistët tanë, të cilët janë të vetëdijshëm për këtë takim. Biles mendoj që këtë motiv duhet me kontrollu, mos me qenë i tepër, se nga njerë kur motiv i tepër kalon në eufori, dhe jam i sigur që trajneri ka punu në këtë drejtim këto 2 ditë, 3 ditë sa e ka pas, dhe jam i sigur që ekipi po kontrollohet, dhe ky ekip është pjek, ky ekip është ndërtu hap pas hapi me ndeshjet e fuqishme në grup që e ka zhvillu, duke filluar nga Zvicra, e deri te ndeshja e fundit me Bratislavën, kemi 2 fitore me Suedin, e dini, kemi fitoren me Slovenin si mysafir, ndoshta ndeshja më e dobët është rezultati baraz me Slovenin në Prishtinë, por sido që tjetë vendi dytë është ka mundësu një garë në barazh. Kjo ndeshja me Bratislavën ka tregu vetëm karakterin e ekipit ton, i cili është ndërtu, i cili është forcu, edhe dëshmia më e mirë është sepse nga disavantazhi, në 2 raste, te rezultati 1-0, edhe te rezultati 2-1, Kosova arrin që të kalon te 1-1, 2-2 me barazu, 3-2 dhe 4-2. Tash kjo tregon forcën e ekipit, po kjo tregon edhe disa dobësi tjera. Do më thonë, nëse duhet me analizu, e do e mos duhet me analizu. Do të analizojmë pikërisht. Edhe ndeshje dhe çfarë duhet ndryshoj Kosova nesër. Pikërisht. Na mundemi me parashiku, por po mendoj që 3 golat psuar në Bratislav janë shumë, edhe pjesa 10 minutë që i fundit në Bratislav nuk duhet mu përsërit me Turqinë. Unë po them që pas rezultatit 1-0, barazimi 1-1, pastaj 2-1, pra barazimi 2-2, mandej 3-2, 4-2, tregon forcën, karakterin e ekipit. Kjo është para së gjithësh, po edhe nëse statistikisht analizojmë pjesën e parë, deri te minuta e 70, 60-70, ne kemi statistikën më të mirë të posedimit të topit, që posedimi i topit tregon shumë faktor teknik, faktor taktik, faktor psikologjik, sociologjik, gjithë faktorët janë në posedimin e topit. E sidomos ato faktor tekniko-taktik. Do më thonë, këtu ka tregu që Kosova është mjaft e fuqishme, po mbi të gjitha Kosova funksionon si grup. Kur grupi funksion në futbol, atëre jeni gjithmonë në afër fitores. A prezent funksionojnë në grup edhe nesër dhe formacionin çfarë mund të ndryshoj për dallim me atë që kemi parë kundër Slovakisë në Bratislav, edhe 3 golat e psuar, a mund t'i kushtojnë ajo situatë me Turqinë, Sokoli? Pa dashur me u ndal në deklaratat e trajnerit, në deklaratat e futbollistëve, si ata kundërshtar edhe futbollistët tanë që kanë deklaru, o shumë vështirë me parashiku cili do t'jetë formacioni i saktë nesër. Por të i njoft Foden, të i njoft ekipin ton, o shumë vështirë me parapaq që do t'ketë shumë ndryshime. Mundet me pas në një lojtar, por mundet me pas edhe faktor befasus për Turqinë, që unë mendoj se Foda ka paralajmëru se mundet me zhegrovën me lëviz në drejtim të angazhimit apo me minutazh më shumë. Unë vetëm gjatë që dua të them është se seleksionuesi e merr përgjegjësinë dhe ai vendos se kush do të luajë. Unë mendoj se seleksionuesi ka fitu besimin edhe të publikut, edhe të
faktorëve të cilët vendosin që ai tjetë selekcionues, domethënë brenda federatës që kontrollojnë, dhe ka besimin e plot, e sidomos publikut, sepse ka kriju një siguri. Ajo që unë dëshiroj të them është stili i lojës është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe nuk ka ndryshuar që nga ndeshja me Suedin, domethënë pas ndeshjes, pas humbjes me Zvicrën, Foda nuk ka ndryshuar në stilin e lojës, ky 3-5-2-shi ka funksionu, po nuk do më thënë që ka qenë shumë formacion i mbrojtjes, sepse në momentin kur merr ekipi i Fodës topin, të gjithë janë në sulm. Dhe kjo dëshmon vetëm karakterin e ekipit dhe ambicien e ekipit. Me fjalë tjera, nesër unë nuk pres shumë ndryshime, befasi do tjetë nëse ka ndryshime, edhe pse... A do të ishte në befasi në Foda... Zhegrova? Zhegrova do të ishte befasi? Zhegrova nuk do tjetë befasi nëse luan, sepse kemi të bëjmë me një lojtar të Juventusit. Nëse s'luan është befasi? Nëse s'luan, prapë nuk do tjetë befasi, sepse shumë ndeshje Foda ka zhvillu pa Zhegrovën, dhe si pas mendimit tim, loja në barazhe dhe loja në grupe dallon, sepse në grupe ju grumbulloni pika, kalkuloni taktikisht, dëshironi me nxjerrë një pikë, edhe nëse luni baraz, jeni në fitim e kështu me radhë. Do më thonë, tendenca që të ruhet pozicioni në grup, pozita e dytë, sepse dini kundërshtari a ka fitu, a s'ka fitu, sa pika i ka, cili është goleverazhi, mund kalkuloni. Por në këto ndeshje nuk ka kalkulime. Në këto ndeshje do e mos të fitoni ndeshjen. Tash në qoftë se doni mja imponu kundërshtarit mënyrën, stilin e lojës që ai të sulmon e të lënë zbrasti, është çështje tjetër. Por unë tash ti mendoj krejtësisht ndryshe, nuk mund të luaj sikurse në Bratislav, edhe nuk mund të luaj sikurse ka luajt në grupe. Në Bratislav kemi qenë... Do të luaj edhe më mirë ndaj Turqisë? Jo, do të luaj më ofanziv, unë mendoj. Unë mendoj kështu, sepse nuk kemi çka të humbin, për me luajt më ofanziv atëre karakteristikat, specifikat e Zhegrovës janë lojës ofanzive. Unë mendoj se është njëri prej lojtarëve më të talentuar në Evropë. Unë mendoj se Zhegrova është teknikisht lojtari me teknik më të përsosur që kemi në aktualisht. I vinë edhe disa faktor, por unë jam i sigurt që Zhegrova ka meritu me pas minutazh më të madhe edhe në Suedi, edhe në Juventus, edhe ka meritu me pas minutazh më të madhe edhe te përfaqësuesja e Kosovës, dhe kjo është evidente, edhe e nevojshme, madje unë mendoj e domosdoshme. Por, për këto vendos Foda, i cili është tregu si ekspert, si strateg, dhe ai ka pas drejt. Unë nuk kisha pas dëshirë me pas drejt në këtë rast, kam dëshirë që Kosova të fitoj dhe Foda me pas të drejt, por unë kam bindje që Zhegrova meriton të jetë startues, meriton të jetë në lojën ofanzive tonë të Kosovës. Arsyet janë thjesht, është një lojtar teknikisht i përsosur, është lojtar që vjen nga ekipi ndër më të mirë në Evropë. Ka tregu pjekuni shumë të madhe kohëve të fundit. E krejt ajo kjo e bën, por Foda është ai që vendos. Foda vendos. Unë pres nesër Foda mu me befasu që me startu Zhegrova, sepse në asnjë studio televizive, asnjë udhëheqës i programit nuk e ka pranu këtë vërejtjen time, sepse të gjithë i besojnë Fodës, edhe unë jam prej atyre që i besojnë Fodës, po sigurisht, por po mendoj që Zhegrova meriton me qenë në pjesën ofanzive të lojës tonë, sepse neve jemi tani si teren vendas, ma mirë është me udhëheq, e pastaj me qenë do një lojtar i cili do tjetë më tepër me disiplinë në mbrojtje, por si do që tjetë, unë pres lojë ofanzive nesër. Po, nëse Zhegrova do tjetë në 11 qenë startuse, një futbolist duhet të largohet nga formacione që luajti kundër Slovakisë. Po, të gjithë në studio kërkojnë që unë me gjithë cili do tjetë ai. Shiqoni, këta tre mesfushor, Hoxha, Rexbeqa e Muslia, të gjithë janë lojtarë shumë cilësorë që kanë tregu formën në mirë, dhe cilin do që mendoni që duhet me lëviz, atëherë do tjetë paksa ndjeshme. Unë po mendoj, në qofse
në qoftë se Zhegrova do të vendosë me hinë në pjesën e dytë. Atëre kur i nevojitet rezultati, atëre me siguri lëvizja do të bëhen nga vija e fundit e mbrojtjes. Nëse më lejohet që po e shfrytëzoj rastin me që nuk kemi me touchscreen me i lëviz këto lojtarët, dhe në qoftë se thamë, në qoftë se rezultati do të jetë i pa përshtatshëm, atëre me siguri nga ajo vija e parë dikush do të lëviz, do të del dhe të shtoj numrin e lojtarëve në sulm. Po në qoftë se fillon ndeshjen prej fillimit, atëherë me siguri se këta dy lojtarë do të hinë ma në mes, edhe qoftë Rexhbeqaj, Hoxha apo Muslia, nuk besoj Muslia që do të jetë, po në mes të Rexhbeqës edhe Hoxhës do të jetë përpara Zhegrova, kurse mrapa me dy defanziv, nuk ndryshon sistemi, është 3-5-2, por me një variant ma ofanzive do të jetë Zhegrova si lojtar i lirë, i cili do të jetë në këto pjesë dhe do të bashkëpunoj me dy sulmues të cilët janë ma në formë në Evropë të gjithë. Muriqi është vendin e është gollshinuesi dytë në La Liga pas Mbappés, kurse Aslani është një prej sulmuesve më të mirë të Bundesligës. Domethënë, nëse e shtojmë edhe Zhegrovën, atëherë na vërtet jemi shumë të fuqishëm, por kjo varet prej fodës. A të rrezikohej kështu, të themi, paraqitja ose rezultati i Kosovës ndaj Turqisë me 3 sulmues? Këtu nuk rrezikohet kurrë në aspektin e defanzivës, sepse kemi 5 në mbrojtje dhe kemi 2 mrapa që vendosen në fazën do të ndihmojnë mbrojtjes. Po. Dëgjoni, ku dyfishohen lojtarët në mbrojtje? Lojtarët që luajnë sulm dyfishohen. Në qoftë se kemi sulmin turk në majtë edhe djatë, dyfishohen lojtarët që janë në sulm, vingerat, si i thënë, ose sulmuesi majtë, sulmuesi djatë. Ansorët. Do më thënë njeni që sulmon, tjetri e korrigjon. Kurse lojtarë me sushor, ma vështirë dyfishohen, si Arda Güler që do të jetë në fazën e sulmit në mes, sepse unë po mendoj që turqit Po Turqia konsiderohet se armën më të fortë e ka, apo jo? Sokoli me Sfushën, me Arda Gülerin edhe Hakan Çalhanollun. Po, me këta Beteja zhvillohet me Sfushën. Eksakt është. Po, jo, aty është ku bëhet kreacioni i aksioneve. Por neve në këtë moment, çfarë ekip kemi në sulm, unë po mendoj që duhet me startu me formacion sulmues. Po, a do të ndodh kjo, a do të ndodh, unë drejtën me thonë, nëse ndodhë, sikurse me shumicën e ndeshjeve pas ndeshjes me Zvicrën, atëherë që ky do të jetë formacioni dhe Zhegrova mund të inkuadrohet në pjesën e dytë. Nëse inkuadrohet në pjesën e dytë dhe do të na nevojitet rezultati, atëherë me siguri do të jetë njëri prej mbrojtësve që do të zaventësohet. Po nëse inkuadrohet në fillim, me njerë pjesën e parë, atëherë do të jetë njëri prej mesfushorëve. Edhe unë, cila do variant do të jetë, duhet me pas edhe fat, rjedha e ndeshjes me shku mirë, sepse, thamë, në formë ideale është Muriqi, Aslani, Hoxha po luajnë jashtëzakonisht mirë, Muslia keni pa me Rexhbeqaj jashtëzakonisht, kësaj e shtojmë edhe Vojvoda që është shumë ofanzive dhe në Serie A. Gallapeni po ashtu. Gallapeni është shumë i sigurt, Hajdari, Hajrizi, Dellova janë stabil, dhe na me këtë formacion mund t'i kundërvihemi, nëse kësaj e shtojmë me formën kulminante të portierit Muriq në Serie A, unë mendoj që kemi forca edhe duhet jemi optimist për fitore. Do me thonë, taktizimi apo mënyra se si do t'i kundërvihet Turqisë, në që se starton Zhegrova, më njerë keme ditë që ka me qenë formacioni maksimalisht ofanziv, dhe në që se nuk starton Zhegrova, atëre do t'jemi shumë të kujdesshëm. Nuk guxojmë me pranu 3 gola kundër Turqisë. Unë e preferoj me qenë Zhegrova me startu, me njerë, për arsye se Zhegrova vjen prej një klubi shumë të madh, Zhegrova është i etshëm për rezultat, është i motivuar, Zhegrova është teknikisht i mirë dhe po mendoj i shkakton shumë probleme mbrojtjes turke. Vetëm ta komentojmë, po më që jemi në këmbë, edhe formacionin e mundshëm të Turqisë, në fakt atë që ka luajtur kundër Rumanisë, Sokoli për ta analizuar dhe ballavaçimin që do t'i kenë futbollistët tanë. Po, unë po e them, Yıldız është njëri prej sulmuesve shumë cilësor. Por do ta ketë Vojvodën që do të merret me të. Unë po mendoj që Vojvoda do të jetë shumë në ofanziv.
ndoshta Yıldız duhet me përcjell edhe Vojvodën, sepse Vojvoda është një lojtar që lun shumë në sulm edhe dini si është strategjia e ekipeve edhe trajnerëve për ndeshjen mysafir. Do të kërkojnë që në 20-30 minutat e parë orientimi të jetë 100% në mbrojtje. Do të thotë detyra e parë është që kundërshtarin me vu në pozitë keqe në presion se duke bllokuar atë në fazën e sulmit dhe tu e blloku në fazën e sulmit për shembull ekipin ton Muriqin edhe Aslanin, Musliun gjithashtu edhe Regjbeqajn me Hoxhën, unë hinë disi në presion, por unë po mendoj që në 20-30 minutat e parë Turqia do të jetë orientuar në mbrojtje, kurse në kundërsulm do të jetë Yıldız, Yılmaz edhe Aktürkoğlu. Po, edhe mrapa Güler, Arda Güler, lojtari më i mirë i ekipit. Vendimtar ndaj Romanisë të regua Kardiollu. Shënoi golin. Duhet të ketë kujdes të Kosova. Po sigurisht, dëgjoni, ky është një formacion jashtëzakonisht i mirë. Yılmaz edhe Yıldız janë shumë lojtarë të rrezikshëm. Sidomos tash, po e shihni në Evropë janë lojtarë më të kërkuar, sidomos Yılmaz. Çalhanoğlu është lojtari i kalibrit shumë të lartë, nuk po flasim për Güler që është lojtari i Real Madridit, njëri prej mesfueshorëve më të mirë të Evropës. Domethënë kemi të bëjmë me një ekip i cili në teren për ka vlera financiare mund të quhet favorit, po për nga pjesa tjetër nga ruse unë mendoj që tereni vendas, forma e Arslanit edhe Muriqit, kemi drejt me shpresu se nëse Foda ka thonë 50-50, ka dasht me i barazu, se kur thoni 50-50, aty nuk duhet kush fiton. Atëre është shumë vështirë, po unë mendoj që nesër do t'jetë 65-45 për Kosovën. Kjo përqindje mendoj se edhe Turqia i ka mangësit e veta, apo jo, trajner? Banka rezerve tyre, që s'duket shumë? Banka rezerve tyre, jo, nuk është shumë cilësore, vjen disa futbollistë janë nga Galatasaray, disa futbollistë vinë edhe nga Premier Liga angleze, Serie A, Serie A. Ndryshimi jetë Zeki Çelik, që luan në Roma. Po, para. Vend të Mert Müldür. Po, sigurisht. Do më thënë, kemi të bëjmë me një ekip shumë të fort, po na ma tepër do të më marë me ekipin ton. Handikepi madhë, shumë i madhë është mungesa e Rahmanit, i cili kishte me qenë shtylla kryesore e mbrojtjes dhe liderin 3 golat marrën në ndeshjen me Bratislavën, nuk është shaj mirë, aty është dashur, besoj që aty ka punu Foda. Atë pra ishte qartë mungesa e Amir Rahmanit u vrejt te i mas, apo jo? Po, sigurisht që u vrejt, sepse goli i parë, ndoshta goli i dytë nuk do të pranohej po t'ishte Rahmani, sepse Rahmani është një futbollist i kalibrit krejtësisht tjetër, nuk do më thënë që Delova, Hajdari, Ajrizi nuk janë të kalibrit lartë, edhe kanë tregu lojra shumë cilësore, por unë prapë po mendoj që në takimin nesër do të kenë kujdes në fazën e mbrojtjes dhe nuk guxojnë mu përsërit ndërprerjet, të cilët kanë ndodhur 2 gole në shënun nga ndërprerja, goli i parë i Bratislavës edhe goli i dytë, domethënë goli i dytë thjesht topi ka depërtuar në zonën 16 deri në port pa asnjë pengesë as prej portierit. Prandaj kjo nuk guxon me u përsërit. Por Turqia nuk shquhet shumë për ndërprerjet që të shënon shumë golla, apo jo? Jo, në varet tashti nga situatat. Turqia është ekipi cili din me dënu në çdo aspekt. Turqia është shumë e etun për një kualifikim, është 14 vite, nuk është kualifiku, është shumë distancë, po mendoj kohore madhe, dhe për Turqin shumë janë, për neve në 10 vjetë jemi si federatë të mbilume, mendoj që arritja është mjaft e madhe, pa dasht më kthy mrapa
se ndoshta kemi mujt me qenë edhe në një kampionat, po sido që tjetë tash është e kaluar. Në Evropian? Po, kemi mujt në Evropian me qenë në ndeshjen me Macedonin, kemi pas ekip shumë cilësor, por tash mrapa nuk do të më kthy. Ajo që na pret nesër është me rëndësi një fitore, një kontroll jashtëzakonisht e mirë e emocioneve, edhe e publikut. Ndoshta është momenti i zjarrt, do të jetë zjarrt nesër, Dardanët. Me i ftu Dardanët publiku që për herë të parë të intonojnë himnin me tekst. Unë mendoj se ky është momenti i rëndësishëm edhe moment me ngrit nivelin e motivimit në maksimum. Unë mendoj që kemi mundësi një tekst të himnit ton me nesër me këndu Dardanët, tifozët tanë. Besoj në atmosferën e zjarrt të tifozëve, çdo gjë me qenë e kontrollume. Nuk jam jetari asaj që thojnë Turqinë duhet me prit si vëllezër, na duhet me prit si rival. Si vëllezër në teren nuk kemi më pëlqeu një prej gazetarëve, analistëve, duket Lomnica kishte thonë shumë mirë, vetëm kur luajmë me Shqipërinë mund të themi se kemi ndeshje vëllazërore, për ndryshe nesër narrativi se na vijnë vëllazërit nuk është në sport e mirë, sepse krijohet një lloj anestezioni, kisha me thonë më mirë, tek lojtarët, tek publiku. Na duhet situatën me mbajt në delirium sa e përket atmosferës, po çdo gjë në kufit e sportit, dhe të krijojmë atmosferë të zjarrt në teren, të motivojmë futbollistët tanë për çdo duel, për çdo centimetër në fush, për çdo fije të barit që fitohet dhe të arrihet suksesi apo të arrihet ai synimi, kualifikimi në kampionatin botëror. Pra, Kosova s'duhet ndihet inferiore as pak ndaj Turqisë. As pak. Kemi parë edhe deklaratën e trajnerit të Turqisë, Montella, pa ashtu edhe të Çarhanogullit, që kanë një respekt për kombëtarën e Kosovës, e cilësojnë të jetë të rrezikshme për kombëtarën e tyre. Ky respekt është i domosdoshëm, është forma e deklaratave të cilët dëshirojnë me barën e favoritit kundërshtarit, sepse lufta që bëhet, po sigurisht, lufta që bëhet përmes deklaratave është luftë speciale e cila ka për qëllim apo tendenca që kundërshtari me marë barën e rivalit. Bara e rivalit është gjithmonë e vështirë me u bajt dhe është ngarkesë, shtesë. Nesër unë mendoj që futbollistët tanë nuk duhet me pas ndonjë respekt ndaj Turqisë. Nesër futbollistët tanë nuk duhet me hinë lojë që me dënu Turqinë, por duhet me hinë lojë me presion me i shenu. Dhe po mendoj që kanë me arrit qëllimit, sepse kemi formacion në formë, kemi lojtarë të cilët janë në formë të mirë, kemi lojtarë që kanë në mbrojtje din me mbrojt, din me organizu, kemi mesfushor që kanë kreativitet brenda ekipit, edhe janë luftarak, dhe kemi në sulm lojtarë të cilët janë efikas, e që janë dëshmu në Ligën e Evropës, si Gullshinus. Prandaj çdo gjë kemi, gjitha parametrat janë që mundsojnë lojën ofanzive e cilat duhet me sjellë rezultat. Madje vetë fakti që kemi shënuar 4 gola dëshmon që na jemi shumë të mirë në fazën e sulmit. Sipas jush, dobësitë ku i ka Turqia? Unë përparësitë e Kosovës i di, kurse të Turqisë është shumë vështirë me gjetë ndonjë dobësit të kalibrit të ndonjë elasticiteti në fazën e mbrojtjes. E kom pa ndeshjen me Rumaninë. S'duke i kompakte. Posedimi i topit, shtimi i lojtarëve në numër në çdo pjesë të fushës, edhe në zonën e parë, edhe në zonën e dytë, edhe në zonën e tretë, gjithmonë kanë numër të madh lojtarëve, që do thotë se kanë ekip kompakt, i cili funksionon si grup. Kjo është pjesa më e fortë e Turqisë. Kurse pjesa më e dobët e Turqisë, unë po mendoj që është pjesa në fazën e mbrojtjes ku duhet dueli edhe ku duhet lojen 1-1, të cilën edhe Aslani edhe Muriqi me shfrytzu.
Edhe lëvizjet e Muslis po ashtu, apo jo? Edhe sigurisht, sepse Musliu është lojtar ofanziv, por në qëse kësaj i shtojmë që në fazën e sulmit me pas edhe Zhegrovën, unë mendoj do të shkaktojnë shumë probleme në fazën e mbrojtjes, e cila nuk do të ketë lehtë në Prishtinë, sepse në një atmosferë ku një ndeshje fiton, ekipi gjithmonë kundërshtar është në tension, në presion, dhe këtë presion na duhet me shfrytëzu. A është apo jo Turqia favorite ndaj Kosovës? Nëse merret në aspektin financiar vlera e ekipit, del që është favorite, por tereni vendas i joni, sulmi efikas i joni, edhe ecuria e Kosovës, forma e Kosovës, e bëjnë që na të jemi optimist edhe me të drejt presim që të fitojmë. Vetëm nëse ndodh diçka e pa planifikume, sepse gjithmonë në lojë ka momentet pa planifikume, del portieri, intervenon, merr karton e kuq, mbetet ekipi me 10 lojtar. Këto janë momentet të cilët nuk guxojnë me na ndodh, apo duhet me pas fat mos me ndodh, sepse në futboll ndodhin. Në momente kur këto ndodhin, atëherë kur zvoglohet numri i lojtarëve, atëherë gjithmonë jeni në vështirësi, edhe në këto ndeshje, një lojtar më pak, një lojtar më shumë, kjo mundet më ndodhë dhe kundërshtarit, dhe në qoftë se ndodh te kundërshtarit do të jetë pjesa më e mirë e jonë. Sëgoli, sikur kjo video, a është motiv shtesë për futbollistët, për gjithë tifozët, për gjithë shqiptarët? Jam i sigurt që ndërse është pjesa më e bukur, është kjo pjesa kur banka rezervë gëzohet. Sepse kur banka rezervë gëzohet, tregon që raportet brenda grupit janë të mira dhe funksionojnë. Kur funksionon banka, dhe banka është e lumtur, atëherë çdo gjë më lehtë arrihet. Dhe kur lojtarët janë të kënaqur të gjithë, dhe të gjithë e kanë synimin, kualifikimin, atëherë çdo gjë është më afër fitorit. E pa në deklaratën e Aslanit, që tha që do ta lëm zemrën në fushë, nesër, në Fadil Vokri. Shëqoni, në gjitha aspekte lojtarët përfitojnë me një kualifikim. Vlera e lojtarëve do t'jetë shumë e madhe nëse kualifikohen në kampionatin botror. Nëse një lojtar ka kushtuar 20 milion, në botror nëse shkojnë, vlera e tyre mund të dyfishohet, madje edhe të trefishohet. Varet mandej se si do t'jetë prezantimi i tyre atje. Këta lojtarët kanë tregu që kanë zemër, këta lojtarë kanë tregu që din me lujt, din mos me respektu kundërshtarin, atëre pse mos të shpresojmë për fitoren e nesërme e cila do t'jetë vërtet historike. Pra, nesër mund t'i thuhet Turqisë gylle, apo jo? Po, unë nuk e di, nuk e njoh turqishtën mirë. E këtë e dim, që të shprej e dim. Po e dim, po mendoj që nesër mundemi mi thonë mirë se erdhëm në Amerikë, në Kanada dhe në Meksiko, ku zhvillohen ndeshjet. Trajneri, 50-50 mundësit për fitore, e ndjekim deklaratën Sokoli dhe komentojmë këtë qëndrim të trajnerit Franco Foda. Ekipi i Turqisë është shumë i fortë edhe në aspektin e lojtarëve individual si Yıldız, Güler e Çalhanoğlu, të cilët janë kualitativ, por edhe ne jemi të mirë. Jemi në finale me plot merit, gjasat janë 50-50 dhe ne do t'i japim gjithçka për të fituar. Secila lojë ka rëndësinë e vet dhe duhet të vendosë se këta inkuadroj. Tek Slovakia kanë luajtur me topa të gjatë, andaj na është nevojitur një lojtar me trup të gjatë, ndoshta nesër Edoni do të luajë nga fillimi. Trajner, 50-50. 50-50, po edhe ndoshta Edoni do të luajë nga fillimi. Kjo ma tepër e ka efektin e vetë se sa 50-50. 50-50 thotë se nuk dihet kush do të fitoj. Me fjalë tjera, sepse me 50-50... A është në këtë presion për kundërshtarin, apo jo? Jo, nuk është presion me kundërshtarin. Unë po mendoj presion për kundërshtarin kishte me qenë nëse thoni... Dhe ta mposhtin them. Na ndeshin do të luajmë me një kundërshtar i cili është më i fortë, më i fuqishëm dhe i ka gjasa 70 me 30, na jemi me 30, por na këtë 30-shin do të mundohemi me kështu afërsisht, por Foda ka qenë i matur dhe ndoshta me të drejtë ka thonë që shansat janë të barabarta
për të dy ekipe, por me mundësi që ndoshta e doni dhe të fillon lojen, dhe në qoftë se e doni dhe të fillon çdo gjë do të jetë ndryshe. Qoftë në teren poshtë, por edhe në tribuna. Dhe e kemi parë sa herë që Don Zhogrova është inkuadruar nga bankina euforin e dardanëve, tifozëve, si është pritur. Dëgjon, kjo ndeshje për cilët me shumë eufori. Këtë eufori duhet me kontrollu. Domethënë nuk duhet edhe motivi tepër. Shën edhe unë e shoh në studio me shumë eufori, me shumë motiv. Edhe disi shumë entuziazëm ka ende pa fillu, të gjithë janë të bindun që po kualifikohemi, dhe pse janë të bindun, sepse e dim çfarë potenciali ka Kosova. Dhe me këtë potencial duhet me qenë optimist, por njëkohësisht duhet me pas parasysh se në futboll, kjo për publikun tonë, gjithmonë janë pyetje edhe 3 rezultate, kështu që nuk duhet dëshpërim shumë i madh edhe në rezultat të disfavorshëm, i cili nuk diskutohet në këtë moment, por duhet me qenë gjithë në kam në tokë dhe me i pranu të gjitha rezultatet me shpresën më të madhe, me optimizëm që na do të kalojmë. Por prapë po them që kemi përballë ekipin shumë fuqishëm, dhe në qoftë se Kosova do të luajë në sulm sikurse me Bratislavën, kurse në mbrojtje do të luajë sikurse me Suedin. Me Slovakin, profesor, s'di pse po e thani Bratislavën. Me Slovakin. Po është luajtur duket në Bratislav, pikërisht. Po, në Bratislavë, në qytet. Për atë se dim që është Slovakia, Bratislava i thomë se në vend ku është zhvillu. Jam i sigurt që jemi shumë afër me këta djelmoshët të cilët vërtet na kanë gëzuar dhe na kanë bë me undi krenar, dhe këtu ka vend edhe për krenari, ka vend edhe për histori, po ka vend edhe për lavdi. Dhe çfarë rëndësie ka ndeshje, shohim në deklaratat e Vedat Moriçit, që çfarë cilësimi i bën kësaj ndeshje që do të zhvillohet nesër. Pas pavarësisë mund të jetë lumturia më e madhe e shtetit tonë, kështu që dëshira jonë, forca jonë është maksimale për ta arritur këto. S'du me fut presion as bashkëtarët e mi, po as vetëm, po nesër besoj fuqishëm në fitore, nëse bashkohemi me tifozët tonë, me gjithë ju që jeni këtu, edhe shpresoj të arrijmë suksesin dhe pastaj të festojmë bashkë në shesh. Besoj që edhe pse jemi lojtarë të ri, kemi kalu, domethënë kemi luajtur shumë ndeshje të mëdha si ajo me Azerbajxhanin, play-offi me Islandën, kështu që pak a shumë kemi eksperiencë në këto lojna. Unë, përpos që jam krenar, që jam kapiteni i kësaj ekipi që nesër do e luaj finalen historike për kombëtarin, kështu që jemi qetë, kemi një atmosferë jashtëzakonisht e mirë shkëlqyer në kampe dhe nesër shpresojmë shumë në sukses. Krenar që është kapiten pas pavarësisë, ndeshja të jetë e rëndësishme nesër sipas Moriçit. Momenti i gëzimit, na e tham se këtu ka krenari, ka histori, ka lavdi, dhe ky moment i gëzimit do të jetë aq i madh sa që kapiteni jon e krahason me momentin e shpalljes së pavarësisë, që mendoj që do të pajtohesh edhe me këtë krahasim, sepse shkurja në kampionatin botror. Çfarë do të thoshte në fakt për Kosovën? Shkuarja. Do të thotë shumë, do të thonë jo vetëm se Kosova është shtet që është i pranuar nga mbi 115 shtete, domethënë na nevojitet njohje edhe më tepër, na nevojitet që edhe Slovakia në Amerikë për të zhvilluar ndeshjet. Slovakia na ka njoft tash me na pranu, nuk e di, kum pa postime shumë ironizuese. Jo, me shumë fantazi, me shumë kreacione të cilët i e bajnë Slovakisë, por unë po mendoj që mënyra se si kanë prit Slovakët tifozët,
Brenda gjatë zhvillimit të lojës nuk kemi pas asnjë provokim. Është shembull i mirë dhe mund tifozëve slovak duhet më u falenderu, por besoj që ata tani e njohin Kosovën me forcën, fuqinë e saj në sport, çfarë ka Kosova dhe po mendoj se ata janë njoftu me Kosovën nëse se kanë pranu. Por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse u ton, atëherë do të jetë një reklam shumë e fuqishme e shtetit ton, e cila kalon vlerën shumë të madhe, edhe financiare, edhe morale, edhe pse jo edhe emocionale. Ju thash, ndeshja e nesërme është ndeshje që zhvillohet për histori, për krenari, për lavdi. Këto janë specifikat e kësaj ndeshje, të cilën unë jam shumë optimist se Aslani, Muriqi, Zhegrova, Musliu, Vojvoda, Hajdari, Delova, Hajrizi, Muriqi, tjetër, e tham, në sulm Aslani edhe Muriqi, janë emrat të cilët do të tregojnë vlerat sportive të Kosovës, e që nesër është momenti i artë për këta. Në rast të kualifikimit, që ne shpresojmë dhe besojmë se do të ndodhë nesër, a do të ndryshonte edhe përshtypja, qasja e kombëtarëve të tjera ndaj kombëtarëve të Kosovës? Qasja në aspektin e respektit në cilësinë e ekipit përfaqësues Kosovës gjithsesi ka ndryshu dhe këte kemi pas raste postime edhe nga FIFA edhe UEFA për suksesin e Kosovës, për një ekip shtetëror, kombëtar, për një ekip që përfaqëson shqiptarët e Kosovës, të cilët në 10 vjetorin e jubileut pranimit, një arritje ka që madhe që të vim dhe ne fitojmë Slovakin, një shtet i cili është kampioni i Evropës. Dorën zemër ata kanë qenë me Çekoslovakin në vitin 80, por kanë qenë kampion të Evropës. Dhe të fitosh një kampion të Evropës nuk është punë e vogël, është punë shumë e madhe. Prandaj unë mendoj që jemi në një shkallë shumë të lartë të cilësisë të përfaqësuesit tonë. Në rast të eliminimit, që urojmë dhe shpresojmë se këtë të mos ndodhë, Kosova ka fituar përvojën, përbërje premtuese apo jo? Nuk kisha diskutu për eliminim, unë mendoj që nesër do të fitojmë. Kjo është edhe me mirë. Çdo gjë është e mundshme në sport, në futboll, nuk duhet me qenë dëshpërimi. Aty ku ka gëzim të madh, gjithmonë ka edhe dëshpërim të madh. Kështu që na duhet çdo gjë me mas. Mos me u gëzu shumë edhe mos me u dëshpëru shumë. Domethënë me qenë në kontroll. Profesor, e kemi bërë edhe një pyetje përmes një polli në YouTube. I kemi pyetur qytetarët, a fiton Kosova kundër Turqisë në Fadil Vokër? Dhe përgjigjja din çfarë ka qenë? 92% me 8%. 8%, çudi edhe kjo përqindje mjaft e madhe, 8%. Unë s'ko mujt me taku sot tanë ditën dikush që thotë që Kosova s'fiton. Ju keni taku si duket numri shumë i madh, kjo ka qenë nuk di me çfarë në YouTube ankete. Në YouTube. Këtu live tani, që 20 minuta. Kush ka pas drejt me... Gjithë ata që kanë abonent në YouTube. Sigurisht kjo 8% që janë adhurus të Turqisë, të cilët... Tash lëvizi, 7. Po, tash 7. Po, 98. Do më thënë, është përqindje mjaft e madhe, bindë se statistikisht unë përmendoj mjaft, do më thënë, gati 93%. Kje fletë shumë që Kosova nesër do të dalë fitues. Unë mendoj që nuk më varet prej këtij sondazhi, prej këtyne anketave që bëhen. E qartë varet prej futbollistëve atë në fushë. Varet prej futbollistëve, varet prej rrjedhës së lojës, varet edhe pakës nga fati. Kështu që ky ekip din me zhvillu ndeshjet e mëdha tani, ky ekip din me u kontrollu, ky ekip ka kreativitet, ky ekip ka guxim, ky ekip
din me shënu, ky ekip din më mbrojt, din me ndërtu, do më thënë këtë parametrat i kemi, pse mos me qenë optimist. Profesor, të falenderoj shumë për prezencën dhe gatishmërinë dhe gjithë këtë analizë që e bëm. Është kënaqësi kur diskutojmë për pas një fitore dhe para një fitore të re. Dhe nesër do të flasim sigurisht pas fitores. Po shpresojmë që edhe pas fitores do të jetë edhe më lehtë të analizojmë anët pozitive, pse jo edhe ato negative, sepse kur është më vështirë me gjetë anët negative. Na kemi fituar me Bratislavën, Slovakinë në Bratislav, por kemi pranu 3 gola, shumë është me pranu 3 gola, ama kemi dhënë 4. Le të jetë edhe nesër 1 gol ma shumë me edhëm. Ja pranojmë edhe kështu, vetëm fitore. Ja, vetëm një ma shumë ma tepër. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Trajner edhe një kënaqësia ime po ashtu. Falenderoj shumë. Ne të ndruar shikues të mbi këtë edicion bashkëmi nesër. Natën e mirë, mbetësh.